Me debate procedurale është zhvilluar seanca gjyqësore ndaj Amar Shkëmbit dhe Bledar Polovinës, të cilët akuzohen për përfshirjen në atentatin e ndodhur pranë mbikalimit të Shkozetit ku objektiv ishte ish prokurori Arjan Doi. Gjatë seancës, gjykata rrëzoi kërkesën e mbrojtjes Sajmir Visha për shpalljen e pavlefshmërisë dhe të papërdorshme të procesverbaleve të administratës në dosje. Trupa gjykuese argumentoi se mbi këtë pretendim ishte shprehur më herët në fazën paraprake të procesit, duke vlerësuar atë si të pabazuar. Sipas prokurorit të posaçëm Bledar Polovina, dyshohet se të ketë qenë personi që ka qelluar i dyti gjatë atentatit. Një tjetër pikë e debatit lidhet me komunikimet e përfituara nga platforma enkriptuar SkyCC. Mbrojtja pretendoi se në materialet administruara ka mospërputhje dhe se dosja nuk përmban të gjithë komunikimet e sekuestruara. Nga ana tjetër, SPAK sqaroi se në gjykim janë paraqitur të gjitha komunikimet që lidhen drejt për drejt me episodin e atentatit, ndërsa materialet e tjera nuk kanë lidhje me këtë çështje penale. Sipas organit të akuzës, Amar Shkëmbi ka dhënë sugjerime për vendet ku mund të realizohet atentati ndaj Aleksander Lahos, i njohur si Rumi Shiakut, i cili mbeti i plagosur në sulmin ku humbi jetën Andi Maloku. Avokatët ngritën gjithashtu dyshime mbi mënyrën e identifikimit të përdoruesve të aplikacionit SkyCC, duke pretenduar se SPAK ka identifikuar 3 kode që dyshohet si përkasin Amar Shkëmbit, por në pozicion të mbrojtjes ka vendosur vetëm komunikimet e njërit prej tyre. Në përgjigje të këtij pretendimi, prokuria e posaçme deklaroi se 2 kodet e tjera përmbajnë të dhëna që lidhen me hetime të tjera për trafik narkotikësh, për të cilat Amar Shkëmbi po përballet me një proces gjyqësor të veçantë.